kur kanë full për jetën e Abu Bekrit edhe të Omerit, historianët të cilët flasin për biografitë e njerëzve, kanë thonë një definicion të shkurt. Thëjnë Abu Bekrin edhe Omerin sikur Allahu i ka kriju me i shërby Muhammedit a.s. Tu dhe thonë, qëtë shumë ju kanë gjinë pejgamberit a.s. Qëtë shumë i kanë ndihmu ati edhe davetit e ti, sa që thjesht Allahu i ka kriju për qëtë punë, që me ndihmu Muhammedin a.s. Normal Abu Bekri ma shumë, po edhe Omeri aty ofër. E kemi përmend që pas vdekjes pejgamberit a.s. pas disa diskutimeve të shkurta me sahabëve, unanimisht sahabët e zgjedhin udhëheqës Abu Bekrin për shkak të vlerave, për shkak të përparësive, për shkak të dijeve që e kishte. Sepse Abu Bekri ishte me imanin më të fortë, ishte më i dituri, ishte më trimi, më strategu, më burshtetësi. Ishte më fliusi për Islam, më vepërmiri dhe më i dashur për pejgamberin a.s.